Mëngjesi i sotëm e ka gjetur qarkun e Elbasanit në ndikimin e rreshjeve të shiut, të cilat nisën që një ditë më parë, me intensitet të ulët dhe mesatar, ndërsa gjatë orëve të natës u regjistruan rreth 24 mm shi me intensitet më të lartë. Sipas komunikimeve me strukturat e emergjencave civile në Bashkitë e Qarkut dhe sallën operative të policisë së shtetit, janë raportuar rënje gurësh inertësh dhe aluvionesh në disa akse rrugore, konkretisht aksi Elbasan-Qafthan, raste me rënje gurësh dhe pemësh, aksi Elbasan-Peqin, dalje aluvionesh, aksi Elbasan-Gjinar në Dërstil dhe Gramsh-Moglic në Bersnik, rënje inertësh dhe aluvionesh. Në të gjitha rastet, firmat kontraktuese kanë ndërhyrë menjëherë dhe akset rrugore janë të hapura për qarkullimin e mjeteve. Në qytetin e Elbasanit është konstatuar prania e madhe ujë në disa zona për pa shkaktuar probleme në lëvizjen e automjeteve apo qytetarëve. Ndërkohë, si pasojë e motit me rreshje, janë shënuar ndërprerje të furnizimit me energji elektrike dhe stakime për arsye sigurie në zonat malore. Njësitë administrative Orenj, Lunik, Polis Hotolisht, Bashkia Librazh, Stravaj dhe Qukës, Bashkia Prenjas, Fidri Banjës, Bashkia Gramsh, Labinot Fush, Bashkia Elbasan. Ekipet e OSHRE-s po punojnë për riparimin e defekteve dhe rikthimin e energjisë elektrike në zonat e prekura. Strukturat vendore janë në gatishmëri dhe situata paraqitet nën kontroll.